Përshëndetje miq të dashur të Prives, kudo që jeni duke na ndjekur, po takohemi edhe këtë shtunë bashk për të ndarë materiale nga më të lloj-llojshmet për artistët tanë. Mbrëmjen e sonte e karakterizojnë personazhe nga më të ndryshmet. E ne e nisim me një ndër këngëtarët më të dashura dhe më të pëlqyera nga të gjithë ne. E kanë fjalën për Shyhrete Belulin, e cila vjen sonte në Prive, ku përveç projekteve dhe këngëve të saj, do të na shpalosë edhe më shumë detaje nga jeta e saj personale. E kohëve të fundit ajo u bë pjesë e portaleve dhe shkrimeve të ndryshme lidhur me të dashurën momentale të djalit të saj apo nusën e ashme, gjoja se ato shumë gjojnë mes vete. Ajo do na tregojë se cilat janë raportet e tyre dhe a do sjell ndonjë bashkëpunim me vajzën e saj, e cila i është futur muzikës Angel-Ushen. E ndjekim bashkë një material nga Artan Telako. Zëri i saj i ëmbël pëlqejet nga pothuajse të gjitha familjet në Kosovë. E lirshëm mund të themi se Shyhrete Beluli është këngëtarja më e dashur e nënave tona fal teksteve të këngëve. Kësaj dashurie i ka kënduar shumë herë, e madje ka përlotur shumë njerëz. Por adhuruesit e saj janë prekur edhe nga kënga e fundit që solli. Shpirti i shpirtit tem, e krijuar nga Ilir Berani dhe me orkestrim të Virusit, ka krijuar pëlqyeshmëri që në ditët e para. Por edhe me klikime, Beluli po i konkuron fort artistët komercial. Po se di, ndoshta edhe koha e gjatë në skenë, adhuruese shumët, po sigurisht edhe kënga ju ka pëlqy. Jo vetëm kjo, por edhe të tjerat. Edhe puna e si këngëve kësaj e të tjerave me obligojnë që çdo herë të jam edhe më punëtore dhe të punoj edhe më shumë për mi ofru diçka të mirë publikut. Kam rrito bir edhe në kohë më të vështirë. Shifrat e larta shikueshmërie regjistroi edhe projekti parapraki këngëtarës që erdhi në duet me Gold AG. Por për këtë bashkëpunim, skeptik në fillim për pos publikut ishin edhe fëmijët e artistes. Fillim e pritën si me habi, qyshti me Arjanin, me Goldin, çka do me knu. Thash unë do të knoj këngë. Se kanë ditë temën e këngës, kanë menduar se ndaj këngë sikur treja që po i knoj. Thash jo, është këngë prej diçka tjetër. E kanë pranuar ndoshta edhe ata pak me rezervë, edhe fëmijët, edhe derisa kanë dëgju këngën. Kur e ka marrë në shtëpi, ende pa u publiku, tha mami ke pas drejta se kënga shumë e mirë. Thash ku preket nana çdo herë është e mirë, çdo gjë. Çka preket me nanën çdo gjë është e mirë. Unë i them çdo prindi, vajzat janë ilaç i shpirtit. Një duet në të ardhmen Shyhrete Beluli mendon ta sjellë me vajzën e saj, edhe pse nuk ka asgjë konkrete. Angel-Usha, e cila vetë se ka debutuar në skenën muzikore, aktualisht prioritet ka studimin e jo muzikën. Por edhe për këtë fushë, Beluli shpreh se nuk ka dëshirë që vajza e saj të sjellë të njëjtën frymë në industri muzikore, sikurse këngëtarët e reja. Koha e muzikës tani veç po shifet çfarë është, sidomos për trejat. Dhe Angel-Usha, jo pse është vajza ime, po ajo asnjëherë edhe vetë nuk e mendon dashur një prezantim të tillë si pa keq kuptim, pa ndonjë ofendim për këngëtarët e reja, mirë po, në atë formë jo. Kështu që nëse veç do të prezantohet si këngëtare e mirë, me vokal të mirë, me një prezantim të mirë, po fillimisht e ka punën e diplomimit, me thonë ajo është me rëndësi, mandej të shohim, ndoshta do të bëjmë diçka bashkë, diçka të mirë, të shohim. Angel-Usha veç fillimi, qysh me thonë e ka bë për qef një këngë, edhe pse as nuk du me ja imponu, mos me knu, as me knu. Shtu e pas ka jeta. Të qenurit këngëtare nuk është e lehtë. Për pos popularitetit, përfitimeve e dashurisë nga publiku, në shumë raste ajo të privon nga gjëja më e shtrenjtë, familja. Shyhrete Beluli shpeshherë është gjendur larg fëmijëve në data të rëndësishme. Na mungojmë të dytë, edhe unë edhe Luli, se unë vazhdimisht shkoj me Lulin, kudo që prezantona, se Luli edhe më shoqëron edhe i kryen punët e mia, organizative të gjitha. Kështu që na mungojmë të dytë në shtëpi, nuk jemi asnjëri.
Tash është pak ma ndryshe se fëmijët janë rrit, mirë po janë kanë kohë kur e kemi përjetu edhe na keq edhe fëmijët. Se fëmija i vogël çka do që t'i ofron nuk e kënaq sa prezenca e nanës. Mirë po me kohën e kanë kuptuar dhe sigurisht se na i kanë fal mungesën tonë që i kemi lanë çastet kur është ma të ndihshme, kur është dashur më kanë bashkë me fëmijë, sidomos për festa, kur gjithë familja mblidhet dhe festojnë bashkë. Ka ndodhur edhe ditëlindjet e tyne, nuk kemi qellu. Ato janë momente, çdo nanë, veç nanat mujnë i kuptu, se nuk janë të lehta. Mirë po çdo profesion i ka ato anë të mira dhe ato anë të vështira, kështu që na kemi zgjedhur këtë anën e kësaj pune, kështu që tash pa sakrificë nuk mundesh me arrit sukses as me punu një punë, çfarë do qoftë ajo. Hajde nuse reja jeme, ka me dash si bie në teme. Familja e këngëtarës tani po plotësohet edhe me të fejuarën e djalit të saj. Nusja që tani është përmendur shpesh herë në portalet tona. Raporti mes tyre nuk është siç është bërmet, të Vjera dhe Nusja nuk duhen, madje ndodh krejtësisht e kundërta. Nusën e ka mende se ko marrë, mendojmë darsmen me bo ma vonë. Mirë po, në atë moment që ka hynë familje tonë, unë e kom konsideru si edhe një vajzë tjetër time. Nuk po e them vetëm fjalë, me thonë, po sinqerisht mendoj që nuk ka nuse të keqe. Spari Vjera duhet me qenë pak ma të kujdesshme, si me i prit nuset në shtëpi, edhe mandej çdo gjë ka me qenë ma mirë, raportet kanë me qenë ma të mira. Por me Nusën e lidh edhe diçka tjetër. Përshtypjet kur ishte të dyja, duket se janë nën e bi nga ngjajshmëria e jo vjeher e Nuse. Vallar tanë po, shumë kanë thonë, o ajo Nusja jote si t'ishe jotja, si qikat e tua, po ka qëllu që ashtu edhe ajo po përngjarë si vajzat e mi janë, me rëndësi është që është një vajzë shumë e edukume, ajo është merit e prindve të saj, të cilët e kanë eduku një vajzë aq mirë, dhe kështu që edhe fati jonë ka qenë, po edhe djalin e kam shumë të mirë, kështu që ju uroj të dyve të kanë jetë lumtur bashkë. Në anën tjetër, Shirete Beluli është shumë produktive, edhe pse ka shumë pak ditë nga produkti i fundit. Këngëtarja ka regjistruar edhe 3 këngë të tjera, të cilat do shoqërohen me videoklip dhe do të jenë gati për sezonin e nxehtë.